përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicion informativ i orës 11 në News 24. Shkojmë drejt për drejt tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, është drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, drejtuesi Ilar Dimitrajziu, ka një deklaratë për media, do ta ndjekim. Presim vetëm pak momente, por sa tjetë gati media për të fiksuar deklaratën për shtyp që vjen nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, është drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Dimitrajziu. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Siguri Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë së Policisë rrugore, ka marrë një masash, shtesë, në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, evidentimin, ndërtimin e shkelëve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në të kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësi mas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm Policisë Shtetit. Në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm Policisë Shtetit, për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e kosatora nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojnë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me Qendrën Kombëtare të Monitorimit të Trafikut, me qëllim që shkeljet e kosatora t'i kalojnë policisë rrugore për të plotësuar masat administrative. Sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalimit gabuara, mosdhënie përparësi këmbësorëve, përdorimit celularit dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjete ngres për parkimet në korsi të dedikuara, kur bllokojnë lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Janë analizuar të gjithë treguesit e performancës për 4 muajorin e vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pavarësisht se ka një përmirësim të lehtë, por ngelet shumë shqetësuese sjelljet agresive në rrugë, duke shkaktuar aksidente me pasojë humbjen e jetës apo plagosje të qytetarëve. Nga analiza e bërë, rezulton se dinamika dhe shkaqjet e aksidenteve pothuajse janë të njëjta me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për gjatë 4 muajit të këtij viti, si rezultati i monitorimit të qarkullimit rrugor, janë arrestuar gjithsej 1009 shtetas, drejtues automjeteve, për drejtim mjete në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 fish të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do t'i nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalimet gabuara, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa rrip sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kaskë mbrojtëse. 161 masa administrative janë vendosur për parkimet të gabuara dhe 85.000 për shkelje të ndryshme. Sipas statistika, dallohet qartë se numri më i lartë i aksidenteve për pasojë ka si shkak shpejtësinë dhe më pas vjen sjellja e këmbësorëve. 33% janë këmbësorë, motorciklistë dhe biciklistë.
Të gjithë treguese 4 muaj të këtij viti tregojnë se ka rritje të evidentimit dhe ndëshkimit të drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Njëkohësisht, janë evidentuar drejtues të automjeteve me shkele të përsëritura dhe u është kërkuar strukturat të policisë rrugore të marrin maza të menjëhershme për monitorim dhe mbajtjen kontroll të vazhdueshëm të këtyre drejtuesve që janë shkelës përsërit të rregullat e qarkullimit rrugor me pasojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Nisu nga perceptimi i gabuar në publik se drejtuesit e mjeteve nuk do të ndalohen nga patrullat e policisë, sqarojmë opinionin publik dhe përdorues e rrugës se detyrat e vendosura në telegramin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit 3707 datë 10/4/2026 mbi marrjen e masave për garantimin e qarkullimit dhe të pandërprerë të mjeteve kanë të bëjnë me mos ndalimin e ato mjeteve në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar imazhin e keq në publik. Në akset rrugore nacionale, shërbimet dhe policisë rrugore monitorojnë qarkullimin dhe do të evidentojnë shkeljet rrugore nëpërmjet pajisjeve teknologjike. Punojësit e policisë, kur evidentojnë shkelje dhe e dokumentojnë me mjete logjistike sjelljet agresive të drejtuesve ato mjeteve do të veprojnë sipas kërkesave të kodit rrugor. Do të organizohen të gjithë në vazhdimsi pika kontrolli të qëndrueshme sipas kushteve të sigurisë në drejtimin e shefave të seksioneve dhe shefave të sektorëve sipas planeve të dedikuara me objekt, kontroll për pije alkoolike, përdorim celulari, kasave mbrojtëse, për drejtues motormjeteve, mjetet dedikuara dhe alert. Policia rrugore apelon për të gjithë përdoruesit rrugor të zbatojnë me rregullitet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punonjësve të policisë do të ndëshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë jetën e qytetarëve. Faleminderit. Kjo ishte deklarata për shtyp nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërkohë që do të vijojmë edicionin e lajmeve me një lidhje drejt për drejt me kolegun Ergys Gjenqa, ish kryetari i Kuvendit Servet Pëllumbi, për cilët sot për në banesën e fundit homazhet në nder të tij zhvillohen në ambientet e teatrit, operës dhe baletit dhe pritet zgjasin rreth 3 orë. Lidhe me Ergysin, i cili po ndjek homazhet. Po Ergys, linja për ty, të përshëndes. Nisi të përshëndetje. Prej orës 9:30 të mëngjesit e sotëm kanë nisur ceremonia mërtore, homazhet në nder të ish kryetarit të Kuvendit të Servet Pëllumbi, i cili u nda nga jeta mbrëmjen e djeshme në moshën 89 vjeçare. Të shumtë janë qytetarët që kanë kryer homazhe, vijojnë të kryejnë homazhe në hollin kryesor të Teatrit Kombëtar të Operave dhe Baletit, e po ashtu dhe politikanë të majtë dhe të djathtë janë përulur në nderime në nderim të nëndjerit ish kryetarit të Kuvendit Servet Pëllumbi. Është një respekt nga të dyja krahët e politikës, Nisida, sigurisht nga socialistët, pasi Servet Pëllumbi ka qenë një figurë kryesore e rëndësishme e Partisë Socialiste, jo vetëm për faktit se ka drejtuar Kuvendin e Shqipërisë në viteve 2002-2005, por ka pasur një rol të rëndësishëm në reformimin e Partisë Socialiste. Kujtojmë se Servet Pëllumbi ka mbajtur të them postin e drejtuesit atij grupimi politikanësh të Partisë Socialiste në vitet kur kryetari kësaj force politike Indjeri Fatosnano gjendej në burgun e Tepelenës. Të shumë kanë qenë ata njerëz të cilët e kanë vlerësuar Servet Pëllumbin si reformator, si njeriu i cili ka ditur të mbaj balancat mes të majtës dhe të djathës, duke dhe respektuar edhe ata që vlerësohen si kundërshtarët politikë. Mëngjesin e sotëm, ndër të parët figura nga e djatha nga Partia Demokratike ka qenë Josefina Topalli, deputete e Partisë Demokratike, ish kryetaria e Kuvendit, e cila ka kryer omazhe në nderim të Servet Pëllumbit, ndërkohë
ndërkohë që më parë ka qenë edhe nënkryetari i Kuvendit Agron Gjerkmarka, deputeti i Partisë Demokratike, që ka kryer homazhe. Presidenti Bamir Topi pak më parë kreu homazhe. Sigurisht të shumt janë edhe politikanët dhe zyrtarët e lartë të Partisë Socialiste, por nderime të veçanta ka marrë Servet Pëllumbi Ndjeri, profesori, si që të gjithë e quanin, nga qytetarët të shumt në këtë ceremoni lam të mire. Në orën 12 në mesdietnisit pritet të nisë edhe ceremonia e nderimeve, omazheve të zyrtarëve të lartë të vendit. Në orën 12:30 parashikohen fjalime në këtë ceremoni lam të mire. Pritet të marrë fjalën të flasë djali i të ndjerit Servet Pëllumbi, ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Pëllumbi. Pritet të kemi një fjalë nga Namik Dokli, një ndër bashkëpunëtorët dhe miqtë e ngushtë të zotit Pëllumbi. Namik Dokli, kujtojmë se ishte paraardhësi i zotit Pëllumbi në krye të Kuvendit të Shqipërisë. Më pas pritet të kemi dhe një fjalim, një fjalë përshëndetse lam të mire nga kryeministri i vendit Edi Rama. Nisidam? Po, faleminderit Ergys për informacionet. Faleminderit ju. Ndërkohë në kuadër të prononcimeve ka folur ish presidenti i Republikës zoti Bamir Topi në nder të Servet Pëllumbit. E ndjekim pak momentin. Servet Pëllumbit. Spari dëshiroj të shpreh ngushëllimet për familjen. Jam njohur gjatë aktivitetit tim politik nga afër me profesor Pllumin. Keni të sigurt që vjen si një bindje e brendshme dhe konstante. Ka qenë një nga zërat më të ekuilibruar. Jo vetëm të politikës në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë brenda Partisë Socialiste. Një njeri reformator. Ka shumë për të folur për profesor Plllumi, por unë do ta mbyll me këto fjalë. Është një nga burrat më të mirë që unë kam pasur rastin të bashkëpunoj në politikë. Ishte zoti Topi që ndoshim, ndërkohë do të vijojmë me lajmet. Një raport i miratuar nga Komiteti për Punët e Jashtme i Parlamentit Evropian ngre një sër shqetësimesh për ecurinë e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Dokumenti thekson problemet vazhdueshme si polarizimi politik, presioni mbi gjyqësorin dhe mungesa e rezultateve të qëndrueshme në luftën kundër korrupsionit. Po ashtu, në raport bëhet thirrje që të mbrohet liria dhe pluralizmi i medias. Procesi i hartimit e ligjeve në Shqipëri ka dobësi, pasi bëhet pa analizë të mirëfillt të efekteve që ato kanë në ekonomi dhe shoqëri. Këtë vëren një studim i fundit i Sigma, një nismë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik për mbështetje për përmirësimin dhe menaxhimin e qeverisjes. Ekspertët e huaj vënë në dukje se Shqipëria ka kabinetet qeveritare më të fryra në rajon, por kjo nuk përkthehet me cilësinë më të lartë të ligjeve dhe me rezultatet. Sipas të dhënave të publikuara, Shqipëria paraqitet me performancë të dobët. Sigma shkruan se raportet që shoqërojnë draft ligjet shqiptare dështojnë në pikat më kritike, pasi ato nuk ofrojnë një analizë të plotë të problemit, nuk shqyrtojnë opsione alternative përveç asaj që propozon qeveria dhe nuk identifikojnë grupet e interesit që preken. Më shqetësuese mbetet mungesa e llogaritjeve financiare, kosto-përfitim për ndikimin e ligjeve, një kriter ku Shqipëria, së bashku me pothuajse të gjitha vendet e rajonit, përveç Serbisë që ka një progres të pjesshëm, dështon plotësisht. Edhe analiza e monitorimit dhe vlerësimit mbetet në nivele minimale. Ministritë e linjës nuk arrin të ndërtojnë plane pune me objektiva të matshme, duke e bërë llogaridhënien për parat publike një mision të pamundur. Gjetjet e Sigma sugjerojnë se sfida e shoqërisë është pa aftësia për të orientuar burimet e mëdha njerëzore në kabinete drejt analizave serioze rregullatore dhe monitorimit të rezultateve. Në 8 shtyllat kryesore të vlerësimit, Shqipëria ka marrë notë kaluese të pjesshme vetëm në njërin prej tyre, monitorimin dhe vlerësimin pas zbatimit të politikave. Malizi udhëheq procesin duke përmbushur pothuajse shumicën e kritereve të kërkuara nga standardet ndërkombëtare.
Refuzimi që mazhoranca socialiste i bëri kërkesës së SPAK-ut për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut është bërë pjesë e raportit të Parlamentit Evropian. Në raport theksohet se imuniteti parlamentar duhet trajtuar pa ndërhyrje politike dhe pa vonesa të pajustifikuara. Sjellja e mazhorancës socialiste në raport me SPAK, sidomos në rastin e Belinda Ballukut, që me vot më 12 mars rrëzoi kërkesën e prokurorisë speciale për arrestimin e saj, është reflektuar edhe në raportin e Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian ka theksuar në mënyrë të përsëritur nevojën për respektim të parimeve të shtetit të së drejtës, duke kërkuar që çdo procedurë që lidhet me përfaqësuesit e zgjedhur të trajtohet pa ndikim politik dhe me transparencë të plotë. Raporti i Parlamentit Evropian e vendos këtë çështje në një kornizë konkrete të sjelljes ndaj kërkesave në raport me imunitetin e një deputeti. Kujton se imuniteti parlamentar është pjesë e kuadrit kushtetues të projektuar për të garantuar funksionimin e duhur të institucioneve demokratike. Thekson se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merren strikt në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe procedurat ligjore të përcaktuara, pa ndërhyrje politike dhe pa vonesa të pajustifikuara. Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë se besimit e drejtësia dhe ndarja e pushteteve mbeten prova më e fortë për funksionimin e demokracisë në Shqipëri, ku çdo vendimmarrje që prek raportin mes politikës dhe institucioneve të pavarura merr peshë të veçantë. Refuzimi i mazhorancës socialiste për t'i dhënë autorizimin SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut hapi një debat publik mbi kufijtë e imunitetit parlamentar dhe rrezikun që ky instrument të përdoret si mburojë politike. Kryeti investigativ BIRN shkruan se zgjedhja pagare Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike po shoqërohet me shqetësime për të ardhmen e opozitës. Sipas analizës, mungesa e rivalitetit dhe përjashtimi i kandidatëve alternativ janë shenjë e krizës së brendshme në parti. Rizgjedhja pagare e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike më 23 maj, sipas rrjetit investigativ BIRN, po ngre shqetësime për të ardhmen e opozitës në vend. BIRN shkruan në artikullin kryesor të tij se procesi për zgjedhjen e kryetarit u hap formalisht, por pa prodhuar një garë reale. Kandidatura të mundshme si ajo e Ervin Salianit u skualifikuan për mos plotësim kriteresh, ndërsa edhe një tjetër pretendente, Merem Mesela, nuk u lejua të hyjë në garë. Në këto kushte, Berisha pritet të konfirmohet në krye të partisë pa rival, përmes votimit nga antarësia sipas parimit, një antar një vot. BIRN kujton se zgjedhja vjen pas humbjes së thellë të opozitës në zgjedhjet parlamentare të majit 2025, ku Partia Demokratike dhe aleatët e saj siguruan vetëm 50 mandate përballë shumicës së Partisë Socialiste me 83 mandate. Sipas vlerësimeve të ekspertëve, mungesa e garës për drejtimin e partisë dhe përqendrimi i leadershipit tek një figure vetme tregojnë një krizë të brendshme dhe mungesë alternative, dhe vën në pikë pyetje aftësinë e opozitës për të ringritur dhe për të sfiduar mazhorancën në të ardhmen. Sali Berisha, një nga figurat kryesore të politikës shqiptare që prej viteve 90, u rikthye në krye të Partisë Demokratike në vitin 2021 dhe aktualisht përballet me një proces gjyqësor për korrupsion, akuzë që vijon ta mohojë. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Rikthehemi drejt për drejt. Nënkryetari i Komisionit të Ekonomisë Eno Bozdo e konsideroi të papranueshme dhe një qëndrim të pastër politik rrëzimin e 3 nismave ligjore të opozitës që synonin lehtësimin e barrës ekonomike për qytetarët si pasojë e rritjes së çmimeve nga lufta në lindjen e mesme. Bozdo tha se qeveria e Edi Ramës është e vetmja në rajon dhe në Europë që nuk ka marrë asnjë mas për të mbështetur qytetarët që të përballonin rritjet e çmimeve, kur 1 litër naftë ka shkuar rreth 220 lek. Nuk është më një perceptim, është fakt i përsëritur, i ripërsëritur e tashmë i konfirmuar për gjithë opinionin publik. Kjo sjellje u shfaq sërish në mënyrë më të qartë dhe më të papranueshme gjatë javës fundit kur mazhoranca rrëzoi 3 nisma ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nisma që synonin drejt për drejt lehtësimin e barrës ekonomike për qytetarët në një kohë krize të thellë të rritjes së çmimeve. Në fakt, nuk ishte as pak surprizë. Është modeli tyre
i zakonshëm i qeverisjes. Ata rrëzuan propozimet për uljen e çmimit naftës përmes reduktimit të taksës qarkullimit dhe taksave tjera, për uljen e akcizës mbi naftën dhe dieselin, si dhe për zërimin e akcizës gazit për industrinë prodhuese, Made in Albania. Të gjitha këto masa u hodhën poshtë në komisionet parlamentare me votat e deputetëve socialistë. E theksoj qartë, nuk ka asnjë surprizë në këtë qëndrim, por ajo që qytetarët duhet të dinë është se çfarë humbën nga refuzimi i deputetëve të mazhorancës. Litri naftës sot do të ishte të paktën 350 lekë të vjetra më i lirë. Me fjalë thjeshta, për çdo 10 litra, qytetarët do të kursenin rreth 3500 lekë të vjetra ose do të merrnin rreth 2 litra më shumë karburant. Gazi industrial për prodhimin vendas do të kushtonte 0 lekë për kilogram, nga 125 lekë për kilogram që kushton sot. Çdo familje shqiptare do të kursente mesatarisht rreth 70 euro në muaj. Fermerët do të kishin mundësi reale të punonin tokën e tyre, ndërsa sot, me çmimin absurd prej afro 2200 lekë litri karburantit, kjo është bërë praktikisht e pamundur. Industria prodhuese, veçanërisht ajo eksportuese, do të ulte kostot deri 25%, duke bërë më konkurruese në tregun vendas, por dhe në prodhimet e saj në eksport. Ky është realiteti. Dhe ajo që bën më të rëndë këtë situatë është fakti se Shqipëria vazhdon të renditet ndër vendet me çmimin më të lartë të karburantit në botë. Ndoshta e 5 apo e 6. Një politikë kjo që po shkatron fermerët, po godet rënd ekonominë familjare dhe atë prodhuese. Refuzimi i këtyre nismave është një zgjedhje e pastër politike. Është vendimi i një qeverie që nuk ka asnjë vullnet për të ndërhyrë në mbrojtje të qytetarëve. Përkundrazi, Edi Rama ka zgjedhur të mos marrë masë konkrete për të përballuar krizën e çmimeve, duke i lënë familjet shqiptare dhe ekonominë vendase në mëshirë të fatit dhe në zhvillimet e konfliktit të lindjes mesme. Kemi dhe një tjetër rekord negativ. Kjo është e vetmja qeveri në rajon dhe në Evropë që nuk ka ndërmarrë asnjë paketë reale mbështetëse ndaj krizës, ndërkohë që ka përfituar financiarisht nga rritja e çmimeve. Vetëm nga TVSH-ja, teprica e TVSH-s mbi karburantin, për muajt mars dhe prill janë mbledhur mbi 10 milion euro shtesë, që kanë ardhur vetëm si rezultat i rritjes së çmimit, jo për merit qeverisë. Pyetja është e thjeshtë. Ku kanë shkuar këto para? Në vend që t'u ktheheshin qytetarëve si mbështetje direkte, atë që kërkon opozita, ato kanalizohen kontrata dhe marrëveshje dyshimta korruptive apo shpenzime luksi. Pra, ndërsa qytetarët varfërohen dhe ekonomia ka ngecur, qeveria pasurohet dhe refuzon të ndajë këtë barr me njerëzit e saj. Megjithatë, këto 3 projekt ligje do të paraqiten në votim në seancën e nesërme plenare. Thirrja jonë është e qartë. Mazhoranca duhet të kalojë interesat e saj politike dhe të votojë në favor të qytetarëve. Këto nuk janë propozime partijake, nuk janë propagandë dhe as ide të paralizueshme. Janë masa konkrete të provuara me sukses në vende të tjera, që japin rezultatet menjëhershme dhe të prekshme për familjet, për fermerët dhe prodhuesit shqiptar. Është momenti për të zgjedhur interesin e qytetarëve apo interesin e një pakice. Lefter Maliqi vijon betejën e tij ligjore ndaj asaj që e cilëson si grabitje të mandatit nga kryetari i Bashkisë Kuçovës, sipas tij edhe KQZ po e zvarrit çështjen pasi Kreshnik Hajdari duhet ishte shkarkuar për shkeljet e ligjit të dekriminalizimit. KQZ-ja nesër në urgjencë mbledh ka në orën 1 me fjalë për forcat politike një mbledhje të përshpejtuar për disa çështje tjera, ndërkohë që për këtë që është kryesorja me fjalë vazhdon zvarritjen. Gjithë betejë ime ligjore në SPAK, në KQZ dhe kudo është thjesht të fitoj moralisht dhe kanë fituar betejën moralisht të qytetarët e Kuçovës, sepse ligjërisht unë kam bindje totale që 2027 do t'ju kthej fitoren e merituar nga mandati i grabitur në Kuçovën të lënë si mesjet nga këta oligark bandit që rrëmbyen mandatin. Unë nuk përkërkoj asgjë tjetër, sepse zgjedhje për 6 muaj në Bashkinë e Kuçovës edhe mua nuk më leverdis, por duhet të zbatohet ligji, të marrë një vendim paraprakisht që ne të ushtrojmë pasaj me fjalë procedurat ligjore me avokatët e mi, Hajdari i famshëm, i oligarkëve, i qeveritarëve që vjedh taksat
e banorët Kuçovës dhe është një karrige me mandat grabitur, jo vetëm grabitur me vota, por edhe jashtë ligjit, sepse ka qenë i dënuar. Pra, në bazë të ligjit dekriminalizimit ka fshehur 2 herë dënimin në formularin e dekriminalizimit, pra ka falsifikuar vullat e gjitha me radhë, por duhet dini edhe një gjë, edhe me vendimin e formën shprehën nga SPAK nga gjykata e posaçme, që e dënoi me 150 orë punë, 9 muaj burg, edhe këtu me ndërhyrje, duhet ishte shkarkuar me kohë nga KQZ-ja dhe nga Këshilli i Ministrave në bazë kushtetutës. Por këtu nuk kemi ligj, kështu që unë fati mathe që kam biemri Maliq, po vazhdoj me Maliq në mënyrë që s'dihet në një ditë ligji me Maliqin bën një, edhe merr vesh KQZ-ja, merr vendimin e dur ligj Maliq bashkë. Pamjet filmike edhin dritë mbi aksidentin tragjik në Durrës, duke treguar se mjeti drejtoi me shpejtësi të lartë në një zonë të banuar, në kundërshtim me deklarimet e shoferit Nikol Radaçi se kishte pirë vetëm një birë dhe po lëvizte me 30 km/h. Video dokumenton momentet para përplasjes fatale ku drejtuesi humb kontrollin dhe del mbi trotuar, duke shkaktuar vdekjen e 2 të miturve dhe plagosjen e një tjetri. Pak sekonda para aksidentit tragjik, 52 vjeçari rrezikoi edhe jetën e disa personave të tjerë të cilët po kalonin në viza të bardha. Zbardhe dinamika e plotë e aksidentit tragjik që i mori jetën 2 fëmijëve të mitur dhe plagosi një tjetër në Durrës. Në video shihet momenti kur shoferi Nikol Radaçi lëviz me shpejtësi të lartë në një zonë të banuar, në kundërshtim me deklarimet e tij. Vetëm një birë dhe se po qarkullonte me rreth 30 km/h. Pamjet filmike tregojnë një realitet tjetër. Foristrada e drejtuar prej tij dyshohet se lëvizte me një shpejtësi mbi 70 deri 80 km/h në rrugën ku ndodhi ngjarja e rëndë. Disa sekonda para përplasjes fatale, në vijat e bardha kalojnë disa këmbësor. Për t'i shmangur, 52 vjeçari i bie Boris, por dyshohet se për shkak të gjendjes së dehur, humb kontrollin e mjetit, del nga rruga dhe hipën mbi trotuar, duke përplasur për vdekje 2 të miturit dhe duke plagosur një tjetër. Edhe në këtë rast, 52 vjeçari bie ndesh me deklarimet, pasi pretendonte se një mjet tjetër i kishte dalë nga një rrugica aty pranë dhe devijoi për ta shmangur atë. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit u largua nga vendngjarja, por u arrestua vetëm pak minuta më vonë nga policia. Ndërkohë, këtë të martë, gjykata e Durrësit caktoi ndaj tij masën e sigurisë, arrest në burg për 3 vepra penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt në gjendje të dehur dhe largimi nga vendi i aksidentit. Nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit, rezulton se 52 vjeçari është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për ti kalim të shpejtësisë 2 herë me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Ndërkohë, një ditë pas aksidentit, kryepolici Skënder Hita pezulloi nga detyra gjithë zinxhirin drejtues të policisë së Durrësit deri në përfundim të hetimeve, ndërsa MP-ja nisi hetimet ndaj policisë së Durrësit pas denoncimeve të banorëve të lagjes 15 në zonën e Ishkënetës, të cilët pretendojnë se nuk është reaguar ndaj ankesave të tyre, se në atë zonë kalimi i mjeteve me shpejtësi të lartë përbënte rrezik për ta. Aksi rrugor Qukës Qafploç vijon të shfaq dëmtime të tjera krahas problemeve të evidentuara 2 muaj pas inaugurimit të saj, që ende nuk janë riparuar. Në vendin e njohur si kthesa e Trebinjës janë konstatuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës. Rruga Qukës Qafploç vijon të shfaq problematika serioze infrastrukturore. Ditët e fundit janë evidentuar sërish dëmtime në këtë aks, këtë herë në lotin e dytë pranë zonës së njohur si kthesa e Trebinjës, ku në terren vërehen ulje të niveleve në shtratin e rrugës. Problemet në këtë segment rikthehen edhe një herë shqetësimet mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë e veprës, ndërsa kujtohet se pak kohë më parë edhe një pjesë tjetër e aksit pësoi zhytje për shkak të rrëshitjes së strukturës. Edhe pse ka kaluar kohë nga konstatimi i dëmtimit, segmenti ende nuk është rikthyer në normalitet dhe qarkullimi vijon të kryhet vetëm në një korsi.
Problematikat në rrugën Qukës-Qaf Ploç ka nisur që prej inaugurimit të saj. Gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar, rreshjet e dendura shkaktuan dëmtime dhe vështirësi në disa pjesë të aksit. Rruga, e cila ka kushtuar rreth 260 milion euro, u hap për qarkullimin e mjeteve në shtator të vitit të kaluar. Pas problemeve të evidentuara në lotin e tretë, së fundmi situata shqetësuese është faqur edhe në lotin e dytë, në segmentin që kalon për Bri Lumit Shkumbin. Popullsia e Shqipërisë është në rënje për shkak të emigracionit të rinjve në moshë riprodhuese, thotë raporti i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin. Ekspertët bëjnë thirrje për të marrë masa pasi lindshmëria ulët do të përshpejtojë plakjen e popullsisë në Shqipëri. Emigracioni po ndikon drejt për drejt në rënjen e popullsisë në Shqipëri për shkak të largimit të të rinjve në moshë riprodhuese. Raporti i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin thekson se vendi ynë është ndër më të rrezikuarit në Europë nga tkurrja demografike. Sipas raportit, Shqipëria rënditet krahas vendeve si Lituania, Moldavia dhe Bosnja-Hercegovina, ku lindshmëria është në nivelin e zëvendësimit, ndërsa emigracioni përforcon më tej rënjen e popullsisë, duke humbur lindjet që do të ndodhin brenda vendit. Të dhënat tregojnë se vetëm në vitin 2024, rreth 62% e emigrantëve shqiptar ishin nën 35 vjeç. Në dekadën e fundit, mbi 522.000 shqiptar kanë marrë shtetësi në vendet e Bashkimit Evropian. Në 10 vitet e fundit, numri i lindjeve ka rënë ndjeshëm. Vetëm vitin e kaluar u regjistruan rreth 21.000 lindje, shumë më pak krahasuar me mbi 70.000 në fillim të viteve 90. Ekspertët paralajmërojnë se pa ndërhyrje e emigracioni dhe lindshmëria e ulët do të vazhdojnë të përshpejtojnë plakjen dhe tkurrjen e popullsisë në Shqipëri. Tu përfundon edicioni lajmeve në News 24, për më gjërë juftojmë klikoni në balkanu.com për lajmin më të fundit, ku gjithashtu mund të na ndiqni edhe përmes live streamit. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.